Me gratë e huja, me gratë që si ki mahrem, nuk lejohet me fol pos sa e lip nevoja. Kjo vlen për tregtarët, për shitcat, për njerëz që punojnë, që ka mundësi për shembull me kontaktu me gra, e kështu me radhë. Vezër, kjo është botë fitness, ka thënë alayhi salatu wassalam. Nuk kam lanë për ummetin tem. Fitne, dy fitne i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në hadith ka thënë, fitnja e ummetit tem dinari. Dinari. Si të hije dinari me një vend, ta ndrishë këtë me zile të ndronë. E dina i thënë asaj të jërgovant, apo? E dina të jërgovantën? Ajo jërgovant të i ndronë muhabetet këtë. Apo? Qish dush për dore? Ndash me gruje, ndash me evlat. Kur ta shofin të jërgovant, dhe thëtë baba mire ko. Baba mire ko. Buri mire ko. Gruja mire ko. Pse? Se jërgovanta i ban këtë gjelbër të pastaj. Këtë punë mirë dalin. E ka thonë alayhi salatu wassalam, fitnja, sprova umetit tem është dinari. Apo, e këto të argument të vëllezër, a disa njerëz që ndrojnë fejen, rrugën e Zot, parimin, shoqërinë, e kështu me radhë. Allahu na ruaj, na bëf me ushqipi halal, larg haramit.